Nëse nuk flini dot natën, ja receta si të shpëtoni nga pagjumësia. A vuani ose jeni duke vuajtur nga pagjumësia? Nëse po, ka disa këshilla që mund të ndiqni. Mbase ju duket e çuditshme, por edhe ushqimet që konsumoni ju ndihmojnë që të hiqni qafe këtë problem të bezdisshëm. Sipas studimeve të kryera është vërejtur se tek personat që vuajnë nga pagjumësia, 90% e rasteve nuk janë ushqyer me përbërës të domosdoshëm në dietën e tyre të përgjithshme dhe nuk janë gjithashtu në gjendje të bëjnë gjumin e rehatshëm dhe fillojnë dhe krijojnë probleme siç është edhe pagjumësia e theksuar. Në këtë video do të listojmë disa nga ushqimet të cilat mund të ndihmojnë shumë në këtë aspekt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të sjellin gjumin cilësor drejt jush dhe të mbajnë larg gjithashtu problemet që shkakton pagjumësia. Sipas ekspertëve të Healthline do të rendisim ushqimet më të mira të cilat ju ndihmojnë në këtë aspekt. Spinaçi. Spinaçi është shumë i pasur me minerale dhe përbërës të tjerë me sasi të konsiderueshme të fibrës dhe të folatit, çka do t'japin rezultate mjaft fantastike kundër problemeve të pagjumësisë. Ai është i pasur me vitaminën A, C, E dhe K, të cilat janë shumë të rëndësishme për cilësinë tuaj të gjumit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Çokolata e ngrohtë gjithashtu e përbërë nga 70 deri në 80% kakao mund të jetë një alternativë e çmuar në këtë aspekt. Sipas ekspertëve, konsumi i produkteve natyrale të cilat përmbajnë 70 deri në 80% kakao mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga pagjumësia. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe fara të kungullit. Pastrojeni dhe i piqni në furrë me pak kanellë dhe më pas mund t'i përfshini ato fare lehtë në recetat tuaja të gatimit. Ato janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga pagjumësia, sepse do të ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të tilla. Një produkt tjetër shumë i rëndësishëm që mund të përfshihet fare lehtë në dietën tuaj është edhe avokado. Kombinohet gjithashtu shumë mirë me një larmi të gjerë të ushqimeve dhe është një burim fantastik i yndyrnave të shëndetshme. Orizi i bluar. Orizi mund të jetë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë që mund të kombinohet në dietën tuaj dhe t'jap rezultate fantastike kundër problemeve të pagjumësisë. Hidratohuni si duhet. Pija e parë e disponueshme për personat që vuajnë nga pagjumësia është edhe përfshirja e ujit mineral në dietën tuaj. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit në mënyrë që të mos kenë probleme me pagjumësinë. Uji na ka dhënë elementet më të rëndësishëm kundër problemeve të pagjumësisë. Rekomandohet që gjatë ditës të pini sasinë e duhur të ujit në mënyrë që dehidratimi të mos shkaktojë probleme me gjumin në mbrëmje. Rekomandohet që gjatë ditës të konsumoni 2 deri në 3 litra ujë çdo ditë në varësi të aktiviteteve tuaja. Çajrat bimor gjithashtu mund të jenë një alternativë e çmuar në rast se vuani nga problemet e pagjumësisë. Çajrat bimor përpara gjumit kanë efekte qetësuese për trupin e njeriut. Veçanërisht ato rekomandohen që të përdoren siç është çaji i borzilokut, i cili ul nivelin e hormoneve të stresit. Kamomili, çaji valerian dhe energjiku gjithashtu janë alternativa të çmuara të dietës suaj, që mund t'japin rezultate fantastike për shëndetin tuaj të gjumit dhe të lehtësojnë problemet e stresit. Qumshti i ngrohtë është një tjetër opsion shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj. Qumshti i ngrohtë përpara gjumit është jashtëzakonisht efektiv. Ai mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz për të ulur shijen e laktozës, mund të përzieni një gotë çaji me mjaltë, karafil, kanellë ose shafran indie, i cili ka efekte të mira anti-inflamatore. Lëngu i qershive gjithashtu është një alternativë shumë e çmuar në rastin tuaj. Lëngu i qershive pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët do vuajnë nga problemet e pagjumësisë. Një studim i kryer te më shumë se 100 gram mbi moshën 50 vjeçare tregoi se ato që pinin lëng qershie 2 herë në ditë arritën që të flinin të paktën 84 minuta më shumë se ato që nuk e konsumonin atë.
Qershit janë shumë të pasur me përbërës që lidhen me një gjumë të shëndetshëm dhe cilësor. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht lëngun e qershive në dietën tuaj, kryesisht në formën natyrale për t'i dhënë gjumit edhe elementet mjaft të rëndësishëm për të evituar problemet e pagjumësisë. Pagjumësia është një problem i cili nuk duhet të neglizhohet. Duhet të konsultoheni me ekspertin për të përzgjedhur dietën tuaj specifike që ju përshtatet më shumë në rastin tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë që të mbani gjumin nën kontroll dhe të evitoni gjithashtu problemet që ai mund të shkaktojë. Është e rëndësishme që nëse vuani nga pagjumësia, të përdorni produktet sa më natyrale në dietën tuaj të përgjithshme. Nëse vuani nga pagjumësia, duhet të provoni edhe receta të thjeshta të përgatitura shumë lehtë në kushte shtëpie. Të gjithë prej nesh kemi kaluar disa ditë ose net pa gjumë dhe kjo gjë na ka shqetësuar dhe na ka arritur gjithashtu problemet që lidhen me pagjumësinë. Të shqetësuar kryesisht për orët që kalojnë ngadalë, qetësia vrastare ose mendja bredharake që nuk di të ndalojë në asnjë rast. Pagjumësia është e keqe dhe ushqehet nga depresioni, stresi, gjithashtu dhe problemet të ankthit. Sipas ekspertëve, pagjumësia mund të shkaktohet nga disa medikamente, sidomos ato të cilat shkaktohen nga dhimbjet, ilaçet ose edhe tensioni i lartë i gjakut. Nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia, kërkohet të bëni konsultat e duhura me mjekun dhe të ndërmerrni hapa bazë për trajtimin e saj. Është e rëndësishme që nëse merrni medikamente për ankthin ose urinimin, ato mund të krijojnë gjithashtu edhe probleme të cilat shkaktojnë pagjumësi. Në këtë video, sipas Healthline, do të mësoni një mënyrë ideale kundër problemeve të pagjumësisë. Çajrat bimor janë një zgjedhje shumë e mirë kundër shqetësimeve të gjumit. Kjo recetë organike mund të ndihmojë në lehtësimin e problemeve tuaja të pagjumësisë. Bananet, veçanërisht dhe lëkura e tyre, është e pasur me nivele shumë të mira të kaliumit dhe magnezit. Ky i fundit mund të shmangë gjithashtu edhe çrregullimet e gjumit dhe të relaksojë gjendjen tuaj shëndetësore, duke ju ndihmuar që të flini më mirë gjatë natës dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet që shkakton pagjumësia në organizmin tuaj. Bananet veçanërisht mund të përdoren në receta të ndryshme. Magnezi që gjendet te bananet është një mineral shumë i mirë për qetësimin e mendjes. Çaji i përgatitur në vetëm 10 minuta mund të pihet çdo mbrëmje përpara gjumit për të relaksuar mendjen tuaj dhe për t'ju ndihmuar të flini më mirë. Përbërësit e çajit të bananes janë një banane, një çajnik, një maj luge me kanellë. Përgatitja e çajit bëhet në këtë mënyrë. Prijeni bishtat dhe majat e bananes, e pastroni mirë atë dhe më pas e vendosni me gjithë lëkurë në ujë të vluar. E lini të zjejë për 10 minuta. Përdorni një kulluese dhe hidheni çajin në një filxhan. Nëse dëshironi, mund të shtoni kanellë dhe të pini 1 orë përpara gjumit. Nëse shqetësoheni për shije, nuk ka arsye sepse ky çaj i ngrohtë është i shkëlqyer dhe ka efekte të mira qetësuese. Ilaçet e gjumit ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit, por ato mund të krijojnë edhe efekte hipnoze dhe qetësuese. Pavarësisht se me të marrë ilaçe gjumi mund të jetë i garantuar, duhet të dini se ilaçet shkaktojnë varësi, trullosje dhe dëmtime të sistemit nervor qendror. E nëse nuk mjaftojnë këto, ilaçet e gjumit shkaktojnë konstipacion, marramendje, vështirësi në përqendrim, dhimbje stomaku, dobësi dhe lëvizje të panatyrshme gjatë gjumit dhe ndalim të frymëmarrjes. Është e rëndësishme që nëse vuani nga pagjumësia, si fillim të përzgjidhni metodat natyrale më të mira për të evituar gjithashtu edhe problemet që shkakton ajo në organizëm. Nëse vuani nga pagjumësia, paraqituni tek mjeku për të marrë trajtimin e specializuar, por si fillim ndryshoni dietën tuaj ushqyese. Përpiquni të relaksoheni më mirë gjatë ditës dhe në mbrëmje të konsumoni lëngje sa më natyrale dhe ushqime sa më të mira, të cilat nuk do të krijojnë vështirësi në gjumin tuaj dhe do ju ndihmojnë të keni një gjumë të rehatshëm dhe më të qetë, kryesisht gjatë gjithë mbrëmjes. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim vetëm plotësimin dhe asgjë më shumë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.